është vendi jam, i kam pas prind, i kam pas motra që më kam prit me shumë dashni, më kam përkraj, kam besu shumë mu, mandej me kalimin e kohës kam kryu edhe shoqëri, kam rikthyer shoqërinë e vjetër prapë që e kam pas prej shkollës e fakultetit, edhe ka qenë më e lehtë, normal, ndoshta në fillim kam mendu jo s'di, nuk e di, nuk jam e sigurt nëse do vazhdoj me ndaj në Kosovë, ma ndryshe gjithçka, mandej kanë ndryshuar ca gjëra, edhe unë nuk i kam ditë, edhe më ka ardhur pak i natë, se nuk po i njoh vendet. Motrat kanë shku punë dhe kam pas jetën e vetë, është më zhduk sikur unë jam vetë, nuk kam rutinë, s'kam pas punë. Turiste në vend tëndin, a? Pikërisht. Po me kalimin e kohës mandej e kam gjetë edhe unë vetën shumë mirë dhe jam shumë e lumtur. E po mirë shumë, nëse do të ishe kthy mbrapa, çka do të ndryshoje nga gjithë eksperienca jote në Gjermani? Edhe nëse ndalemi ta bëjmë këtë pyetjen tani përpara pasqyrës, do të ishe kthy edhe një herë në Gjermani? Po ndoshta në ndonjë vend tjetër, s'do të thotë të jetë pikërisht Gjermania. Për jetesë jo. Për me jetu, edhe kur shkoj për vizit në vendet tuja, kur e di që kam datën e kthimit caktuar më lehtëson. Është një lehtësim. Është një lloj lehtësime. Për jetesë jo, mendoj se jam ndërtu. Pra e pas ke heq, po themi këtë dëshirën që ka qenë edhe kam marrë eksperiencën edhe të gjitha të duhura nga Gjermania, mendoj se është e mjaftueshme. E kam veç të kësha kthy kohën mbrapa peng që s'jam kthy më herë në Kosovë. Vetëm kjo? Po vetëm kjo, se për me u kthy prapë me jetu në vend huaj jo. Nuk e di, nuk e shoh më vete. Mendoj se kanë qenë ato vitet e rinisë, i kam kalu mjaftueshëm vite jashtë vendit, tashmë jam shumë mirë në Kosovë. Në njërën anë janë personat pse po shkon. Në anën tjetër janë personat pse po kthehesh, pse u ktheve. Është shumë e vërtet, do me thonë, asnjëherë nuk është që njerëzit janë të kënaqur me vendimet e tua. Unë e kam ditë momentin që kam vendosur më kthy në Kosovë, e kam prit këto komentet, nuk e gjeti veten atje, jo, po nuk ja doli, tash po kthehet prapë në Kosovë. Askush nuk e din të vërtetën edhe në për çfarë ti ke kalu edhe se çka ndjen ti me të vërtet brenda, se çka të bën ty të lumtur. Është e rëndësishme dhe ju them edhe motrave, gjitha vajzave, bëj atë se çka të bën ty të lumtur edhe ku të ndjesh e përmbushur, nuk ka rëndësi. Nuk kemi pse me dhon llogari kërkujt. Unë jam ajo që si japi llogari pash hiç kërkujt. Nëse mu diçka më plotson, më bën mund ndjej mirë edhe jam e lumtur, unë e bëj e marr atë vendim. Kështu që arsyeja vetme edhe që jam sot këtu është thjesht se më ka mungu diçka, nuk kam qenë e plotësuar, këtu po e ndjej veten më mirë, jam në rregull, komentet e njerëzve, çdo vendimi që merr në jetë nuk do ndalen asnjëherë. Rëndësishme është ti jesh mirë me veten tënde. Çajo është me rëndësi edhe shumë bukur, edhe e tha, sepse në fund ditës ne jemi ne, nuk mundemi t'ja bëjmë qefin gjithë secilit, duhet ta ndëgjojmë veten tonë të parën e më pas normalisht edhe të tjerët besoj ata që na duan edhe na pranojnë ashtu siç jemi. Edhe unë ashtu them, nëse një njeri të don edhe të njeh me të vërtetë se kush je ti, edhe në momentin që të merr një vendim që ty të bën të lumtur, do të përkrah dhe gëzohet që ti je lumtur me vendimin që e ke marrë. Kjo është për mua e rëndësishme, njerëzit e mi të afërt, ata që unë i vlerësoj dhe i konsideroj të rëndësishëm. Në jetën time janë të lumtur për Kosovaren edhe krenare për Kosovaren që unë jam sot, kjo është e rëndësishme për mua. Të pengojnë gjithsesi komentet, sepse kohëve të fundit është kthyer në një fenomen edhe ndoshta jo shumë të hishëm, gjithmonë e potencoj edhe me musafirë të tjerë që është kthyer në një fenomen që për zotin është gjyna. Unë vjen gjyna, sidomos kur i shoh disa komente që më vjen aq keq për personat të cilët po komentojnë, ndonjëherë edhe unë vetë personalisht komentojnë, saqë ndalen dhe të mendohen çfarë problemi kanë këta persona që kanë kaq lloj pengesa, kaq shumë lef brenda vetës që e shprehin. Mendoj se ne jemi njerëz, jemi të ndihshëm normal, domethënë qoftë ndaj fjalëve të mira që na gëzojnë edhe të këqija të rastet që ta prishin ndoshta pak disponimin, mund të gjithë njerëz thonë përgatitur për komentet e këqija, ki kujdes si flet se njerëz normal bullizojnë edhe shkruajnë shumë gjëra jo të këndshme. Mu personalisht më prekin ndoshta me rast, po jo se i marr afër zemrës, se i diskutoj ose i përpunoj kështu matutje, është një moment e lexoj them ka raste edhe qeshi shumë, domethënë bëjmë për me qesh, se kur e di realitetin të vërtetën dhe lexoj çka shkruhet, nuk përputhet as pak me të vërtetën, po jo se më ndikojmë, domethënë e rëndësishme është ta dish se çka do njet, të njohësh veten, qëllimet e tua, kjo është rëndësishme, njerëz do flasin mirë keq, shqyr zotit kemi edhe njerëz që na komentojnë për keq. E po kjo është me rëndësi. Për çka komentohesh më së shumti? Okej, tash në bazë të historisë që unë kam treguar dhe jetës time, për momentin që komentu jashtë mos se kjo jeta ime midis Gjermanisë e Kosovës, jo po i mbajti tripun, jo po nuk i mbajti. Pastaj kemi këtë kohën e reality show që është duke u komentu jashtë mos. Po shkon Big Brother